Sokol Murati dhe Albert Rekaj sot janë kujdestar pranë shtëpisë së fëmijës në Shkodër, 6 deri në 15 vjeç. Dikur ishin banor të saj. Jeta e tyre si jetim i ka kaluar në përmundime të shumta. Që nga Befa Trofi, 03 vjeç, tek parashkolloria. Dhe këtu te shtëpia e fëmijës 6 deri në 14 vjeç. 14 deri në 18 vjeç kam qenë në konvikt. Masi jam punësu dhe sot ala punoj në hetimore. Kam 30 vjet punë që punoj këtu. Jam rrit në shtëpinë e fëmijës. Jam rrit qysh bebe me fjalë, qysh me botrof, kena kalu disa etapa. Momenti më i vështirë ka qenë kur vishin fëmijë tjerë me taku prind e na nuk i kishim. Edhe e pyetshim atë gjën ti masinën jeme, edhe aty faktikisht ka qenë shumë e vështirë për mua. Nëse Alberti arriti të gjente nënën e tij përmes emisionit Njerëz të humbur në RTS, Sokoli nuk e njohu kurrë atë. Unë i hen raport nuk di kush është nana baba. Unë i kam njoft prindë mi me thonë drejtën, fal emisionit Njerëz të humbur, se u bë RTS-ja atë ai Dashtino, po ma kthynë në shpinën. Ma kthynë në shpinën në fill. Edhe për këtë arsye kam vazhduar jetën time, kam ecë përpara. Të dy sot vinë si histori suksesi ku kanë arritur të integrohen dhe të krijojnë familjet e tyre. Apeli vjen të jetë për më shumë mbështetje, veçanërisht në strehim. Po tonë personia jeme kam 3 fëmijë si yje. Kam inuset mrekullueshme, si nuk ka paragjykime. Strehimi jetimve. Kam kriju familje, llogaritën pyet djali im sot se ato hartë e kuptuaj kam klas 5, babi si se kena i shtëpitë tonë. Fal punës teme që kam këtu, kam marrë kredi. Edhe ala se kam shkryer kredi. E kam marrë qysh në 2002, sot jena në 2025, edhe unë ala se kam kryer atë kredin teme. 20 maj shënon ditën ndërkombëtare të jetimëve. Qëllimi i kësaj dite mbetet apeli për më shumë kujdes ndaj tyre.